Atëherë, sa kohë mund duhet me mësu një gjuhë të huaj si anglishtja, sipas jush? Atëherë, sipas i studimit të bën në Amerikë, në fakt, para një 4 vitesh, kanë arrit në konkluzionin që duhen një 900 orë të mira, duke studiu në për libra, duke dëgju video edhe duke pa shumë informacione të ndryshme që mund t'i gjeni nga do sot e kësaj dite. Kështu që pak a shumë 900 orë llogaritini e vetë se sa kohë i bie në ditë apo në javë për të mësuar një gjuhë si anglishtja apo si gjermanishtja apo si frëngjishtja. Kjo varet edhe shumë se sa e praktikoni, se sa me zell e merrni këtë punë, edhe me sa dashuri impenjoheni edhe ndërmerrni iniciativën për ta çuar